Në vitin 2026 parashikohen të regjistrohen në kadastrën fiskale 2.6 milion pasuri të paluajtshme, që do të jenë subjekti taksës së re për pasuritë e paluajtshme. Sipas dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 të publikuar në fletoren zyrtare, kostoja e regjistrimit llogaritet 25.7 milion lek ose 10.2 lek për çdo pasuri të regjistruar. Numri i regjistrimeve pritet të mbetet i pandryshuar edhe për vitet 2027 dhe 2028 sipas strategjisë afatmesme. Për projektin ProTax Albania, që synon zbatimin e taksës së pronës të bazuar në vlerën e tregut në vitin 2026, parashikohen shpenzime prej 8.7 milion lekësh. Taksa e re pasurive të paluajtshme llogaritur mbi vlerën e tregut të pasurive sipas draftit të publikuar në vitin 2023, parashikohet të niste zbatimin nga 1 janari 2026. Por nga Ministria e Financave zbatimi u shty edhe me 2 vite të tjera për në vitin 2028. Ministria e Financave sqaron se shkaku i shtyrjes së zbatimit të taksës së re është hartimi i një projekt ligji tërësisht të ri, i cili do të miratohet në vitin 2026, ndërsa do të nisë të zbatohet bashkë me kadastrën fiskale nga 2028. Shtyrja vjen pas konsultimeve dhe përgatitjeve të nevojshme për të ndërtuar një sistem të ri taksimi, i cili do të bazohet në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme. Në projekt ligjin e mëparshëm i publikuar për konsultim publik në vitin 2023, parashikohej që për ndërtesat rezidenciale niveli i taksës të luhatej në vlerat nga 0.1% në 0.2% nga 0.5 që aktualisht zbatohet. Për ndërtesat tregtare u propozua nivel takse nga 0.15% në 0.25% nga 0.2% që është aktualisht dhe për ndërtesat bujqësore dhe industriale u propozua një nivel takse 0.15% në 0.25%. Mësohet se drafti i ri që po hartohet nuk parashikohet të ndryshojë koeficientët e taksës së ndërtesës për truallin dhe tokën bujqësore të propozuar në 2023, që përafronin shkallën e taksës me vendet e rajonit. Gjithashtu edhe në përfundim të konsultimeve për artikullin 4, drejtuesja e emisionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Enke Weber, rekomandoi rritjen e të ardhurave përmes çuarjes përpara të reformës së taksës së pronës.